sepse politika e asaj kohe, ndryshe nga sot, i shikonte si zërin më kritik. Dhe thoshin këta njerëz të mëndshëm të shkojnë periferi, se po t'i kemi në qendër këta na rrëzojnë gjithë shtetin. Ndërkohë, po kjo ishte sepse një person kritik, një person që rritet në një ambient lirë siç është universiteti, nuk do t'ia di për pushtetin. Ai do t'ia di për botën që fantazia e vetë ndron bazuar në zhvillimin intelektual që jep universiteti. Ti kur vetet e shkencat sociale, ti duhet stimulohesh nga profesorë që kanë arritje të jashtëzakonshme, që krijojnë në mënyrë të vazhdueshme dhe mendja jote është domthon vret mendjen vazhdimisht se si ti ngjaj unë atij personi, si ti ngjaj unë atij profesori, madje t'ia kaloj në të ardhmen, bëm dhe më i mirë se sa ai profesori. Ndërkohë që këtu të vjen pështir nga ata që duhet ishin modelet tona për të ardhmen. Dhe kjo është si thua modeli i dështuar dhe i bërë në mënyrë jo rastësore të universiteteve shqiptare. Sot ne nuk kemi universitet, sot ne kemi kioska. Ky episod u mundësua nga Red and Black Motors, Stone On Flow, Stax Consulting, Eden Decor dhe Stacioni Libraris.